marë qëtu, në qëtë republik, në qëse nje, në qëse respekton, edhe me dhonë logari, me krit garonsat që t'i jep prej Uleksit, Kforit, edhe organeve të drejtësisë të kësoj republike, policisë, gjykatave, prokurorisë, me krit mediat, në qëse ka nevoj, unë si Blerim Gashi, vi aty edhe ri, mos më të shkel drejtat edhe më të bëhe pa drejta, po jo me ik, në Sombora ku je atje në Republikën e Serbisë, e kënena me moralizu edhe me qitë në dyshim krejt sistemin. Ja zbële lokacionin. Po Arsenijević urdhro? Gospodine Gashi, ja se nadam da ispod te košulje nemate istetovirani mesveći. Unë shpresoj që në këmish nuk e keni të tatuar emrin e Zotit Sveçla. Morate i vi da razumete situaciju. Duhet edhe ju ta kuptoni situatën. Da smo mnoge videli kako idu ka tim pritvorskim jedinicama, Shumë kemi parë kako se vraćaju. se si shkoj njerëzit në ato njësitë e parapurgimit dhe në çfarë gjendje dalin, kthehen prej tyre. I kada već kažete, spominjete i Eulex, Dhe i Kfor, kur thoni dhe e përmendje edhe Euleksin edhe Korin, bio je majstor tu, kanë qenë ata aty, ka qenë mjeshtri, ka ardhur kako me je majstor obavestio. policia dhe siç më ka njoftuar mjeshtri, Policija je ušla, policia ka hyrë drejt ka shkuar në staj, në atë vend, dhe mjeshtri ka reaguar. ja sam ovde majstor, ja Ka sam thënë, ovde za unë jam këtu mjeshtër dhe jam i ngarkuar për këtë punë. Rekli šta je ovo, on je rekao valjda Edhe kanë pyetur, çka është këtu? Ka thënë ndoshta bëhet fjalë për kanalizim. to je kanalizacija. Kur e kanë parë atë I tub, ovde je posle stigo i dhe Eulex, i Kfor. pas kësaj ka ardhur edhe Uleksi, edhe Kfori. Znači, pre svega, da li vi mene smatrate glupim čovekom? A më konsideroni që jam një njeri budalla, a jam fundesh. To učinim sebi. idiot që jam dhe një veprim të tillë vetë. Vetëm pak. I policija... Okej, Arsenijević, dëgjoj se ka ndërhyrje Gashit fundit, urdhro, pastaj Rama. Problemi nuk është apo të konsiderojnë në aty glop ajo. Problemi është që ti mos na konsideroj neve glop. Nuk e kam unë atë problem me ty, shka po mendo ti që po të konsiderojmë. Po në atë punë, policia, a dhe kone kam unë të tovash, nuk e kam Vigjelet Sveçlën, e kam edhe Zenun Pajazitin, edhe Fatmir Xhepin, edhe Skender Hysenin, edhe krejt ministrat e punëve të brendshme të Republikës Kosovës. Para se me pas dikon të dyshuar, që ka një arsenal të ton armatimi në shefu në bërë shpis. E shitet edhe shet moral, edhe frigot me ardhë me arsyetimin, jo arsyet që kanë mi u shkel të drejtat. Edhe në ky arsyetim, sepse arsyet s'është, ky arsyetim është vetëm i ik përgjithësisë. Edhe ato e din saklom, sakt e din zoti Arsenijević, po mundu është ti me na shit neve këtu me na bo glupa. Po, të fundit Arsenijević, po, kundër përgjigje? Urdhro. Pre svega, bolje bi bilo da imate i neko žensko ime isti. Para se gjithash me Do që që i do toga. të ketë në një emër femre, Toga moram da vam kažem da je Para policija kësaj- takođe sa Eulexom ušla, duhet të them që policia dolazila moja majka i rekla me i pitala gde je nalaz. Euleksin ka hyrë dhe ka pyetur nonën time. Mnogo kontroverzi postoji oko ovog slučaja. Ka shumë kontraverza lidhur me këtë rast. Prost strah oko svega toga. Dhe duhet thjesht ta kuptoni frikën nga kjo. Slučaj ne završi. Pra, Izađe suđe të ketë se. Ja sam garanca slučaj si të përfundoj 24 situati. dežura samo policajac da ja ne... Unë kërkoj që me mua të jetë 24/7 polici, që Pre svega kad kažete imam rezervnu državu... para së gjithash kur thoni u kuću. kam shtet rezervë, unë kam shtëpi atje. Jedinu kuću imam. I on je na Shtëpi Kosovu. të vetme dhe këte e kam në Kosovë. Një shtëpi të vetme. Imam tu. Jedini grobove imam tu. Edhe varezat i kam aty të familjarëve. Da ja hoću da otkopam svog oca pa u kesi da ga... A mendoni që jo unë do ta varros babajin tim dhe në një qese ta marrë me vete dhe kështu apo? Ne, Jo. meni je ostala stara majka da živi dole. Mua Meni su ostali svi... aty mjeton nëna, që është e moshuar, unë Meni je potrebna. jam interesuar të kthejmë sa më parë, Nije politički motivisano. por kam një garanci kërkoj, që nuk ka motivacion politik. Pre nego da je policija uopšte završila uviđaj. Dhe para se ka bo vendshqiqimin policia,
razumete o čemu se radi. Zdi apo më kuptoni për çka bëhet U fjalë. ovom slučaju morate da budete samo kao Pra, sa građaninom. Në këtë rast duhet vetëm të pak, jemi- Arsenijeviç, mos të harrojmë një gjë, prandaj ne e kemi krijuar këtë platformë që ti bashkëbisedojmë këtu dhe ti ballavaçojmë faktet, argumentet në të mirë të opinionit publik që të mos lejohet të keq interpretohet, edhe mos lejohet natyrisht as bëhet gjyqësia pa u bë procesi, edhe duke u respektuar të drejtat e njerëzit. Prandaj në këtë funksion është emisioni që të jem më të qartë se cila palë të dyshimi të shpaloset, të ballafaqohet në mënyrë që më pastaj edhe opinioni publik ta ketë më të qartë. Urdhëro Fidan Rama në bashkëbisedim me Arsenijeviçin. Si të duk rasti i djeshëm edhe reagimi natyrisht edhe pyetjet nëse keni. Po provoj sepse dëgjom kushtrim një pjesë konsiderueshme të rrëfimit të zotit Arsenijeviç, i cili që nga minuta një plotësisht po e lun rolin e viktimës, po viktimizohet në mënyrë ekstreme për gjithçka që ka ndodhur dhe për mua më duket shumë e panevojshme forma se si viktimizohet duke përdorur situatën edhe politikisht. Ky viktimizim që po e bën gjatë tërë këtij rrëfimi po e bën edhe shumë kontroverzë në deklaratat e tij. Ai po e hedh poshtë që ka të bëjë diçka me të. Unë po mundona me sëru ku po e shoh kontroversë. Rrjedhimisht po e bën edhe mashtrues. Pse po e them këtë? Sepse situata është krejtësisht e qartë. Në rast se po e pranon zoti Arsenijeviç që ajo është pronë e tij, dhe në rast se Kosova është tokë e tij, dhe në rast se ky vend është vendi ku ai jeton, me të voglën arsye ka të friksohet dhe të vijë që ta mbrojë të vërtetën e tij. Ja kujtoj zotit Arsenijeviç që i njëjti ka qenë në studio të nanës, nuk gaboj kushtrim, më herët këtu. Po. Nuk e besoj që ka pas ndonjë pengesë, ndonjë kërcënim, ndonjë shantazh, ndonjë sulm, pra ka ardhur, ka shku pas një lloj problemi, e ka kryer punën e vet. Njëkohësisht njëjtë mund ta bëjë njëjtën gjë edhe para organeve të drejtësisë dhe nuk ka asnjë lloj dileme ka drejtim se mund dikush ta pengoj. Tash unë nuk e di se për çfarë sigurie po lyp, se çfarë drejtësie po lyp zoti Arsenijeviç, sepse gjëra shfaqje që Albin Kurdi nuk janë as gjyqtar as prokuror. Pra janë Arsenijeviç po insiston thotë ai vetëm e ka kryer, thotë ministri ma ka bërë gjyqin. Po jo pra, ngam. Kjo është pse po quhen viktimizim edhe mashtrim. Kjo është ajo që do më thon, sepse nuk është i sinqert dhe po e shfrytëzon në maksimum situatën politikisht, po e kthen